Kam marrë në Qafmërkurt këtu dhe do të ndjek gjithë situatën, problematika që ka rruga që lidhet me rrugën e Lurës dhe tash tek kroji i bardh. Pra këtu vazhdon rruga e Lurës që është në shtrim e sipër të shtresave paraasfaltike. Dhe pastaj do vijë asfalti spaku për 2 javë, asfalti besoj se do të jetë këtu afër, sepse veprat e ardhi po marrojnë dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë që të shohim njerëzit që kanë ardhur deri tani, pushuesit që kanë ardhur këtë vit, pra nga Rësheni dhe për të ardhur këtu, sidomos nga Livadi i Turgut, kanë pas një rrugë më komode në moment që asfalti është deri në Kurnesh. Kur vin deri këtu, prapë është akoma më komode deri këtu. Dhe është gjë e shkëlqyer, kështu që pushues do të ketë akoma më shumë. Problemi është se si është kjo rrugë tani, këtu do ta shohim hap pas hapi. Rrugën prej këtu edhe do të vazhdojmë deri tek kroji i bardh. Do t'ju sjell gjithë situatën që ka kjo rrugë dhe mendimet. Unë dëgjova se një projekt është hartuar nga urbanistika e Bashkisë Mirdit, por sidoqoftë le ta shohim konkretisht. Dhe a duhet fol shumë dhe a duhet nxit që kjo rrugë të bëhet në mënyrë që vera tjetër edhe këtë rrugë ta gjejë të bërë. Vazhdojmë për tek kroji i bardh. Kjo është rruga në njësje. Deri këtu duket diçka si rrugë. Por do shohim më tutje. Edhe si rrugë është panoramike kjo si rrugë. Shoqëri dhe me sa pamje që vinë nga ana tjetër e Mërkurtit. Po është panoramike, është rrugë freskët. Ndodhet në 2 anë me gjelbrim. Këtu janë disa riparime të nevojshme, edhe sado që duken kështu përfaqësore, por e kanë bërë pak më komode, dhe më thanë që është riparuar nga një privat, domethënë një individ e ka riparuar. Do shohim kumull andej se si është. Pas ka bërë goxha riparim këtu. Ju që vini te kroji i bardh, domethënë siç u shkputën prej atje në Qafmërkurt. Domethënë edhe kjo është rruga. Akoma pa shkuar në kumull. Tani deri këtu bëmi copull nga Qafmërkurti, e përmenda që është një individ që e ka shtruar sa të pak te, pra mjafton dëshira mirë, jo një institucioni që institucioni ka shumë lehtë me e bën këtë gjë. Edhe jemi këtë vend këtu, kemi ndru makinë, ja jemi me makinë tjetër sepse nuk hecet më me atë makinë që isha me kujtimin. Edhe vazhdon këtu prapë është e sistemuar kjo, ndërkohë kjo është rruga. Ja, këto rrugë do shkojmë. Edhe do shkoj deri në fund, do ja u tregoj rrugën para shumë dhe do të bëj apelin tim, jo thjesht si Gjergj, por apelin në emër të gjithë atyre që vinë shkunin Brit, ti veni që është perla e Zotit, është një mrekulli e Zotit, dhe aq më tepër kur t'ju sjell dhe krojin e bardh, e meriton pas asfaltit që po bëhet rruga Lurës, e meriton edhe kjo rrugë të ketë të njëjtin format të bërjes së saj. Tani po vazhdojmë rrugës për kumull, se na vjen fshati kumull më parë. Normal që
Shpesh ata që më pyesin ta kuptoni që këtu nga ai momenti kur ndal në pjesën para dhe më sipër nuk mund të vijë dhe makinë tu, vetëm me foristradat ngritur. Ja, për shembull, është vendos 4x4 edhe kam Luanin tu. Luan, se gjë është e bukur këtu, vetëm rruga jo, ë? Duhet vetë për aventura. Është për aventurë. Mirë po Krejt Bardh nuk është aventurë, është. Jo, Krejt Bardh ja. Është spital kurativ natyrës. Shërhusaj. Shërus, po. Kjo rrugë është për aventurë. Pa, absolutisht për aventurë. Ti punon këtu, ë? Po jetoj. Edhe jeton edhe punon. Pra me pakinë me kështu. Era vetëm plegëri. Bravo. Sa shtëpia janë në Kumë? Tu gjatë dimrit nuk banon asnjë. Po? Verës dalin sipas mundësive. Por me qenë rruga e mirë, unë besoj që jo pak prej kullave mund të kthehen edhe sirene ku mund të presin edhe njerëz që vinë. Sepse po t'jetë rruga asfaltuar, nuk është ndonjë distancë e madhe. Sa është prej Kumëve? Po nga qafa Mërkurtit dhe këto, se në asfalt 3 minuta. Po sipër prej Mërkurtit, prej Kumëve. Nga Kumla, Krejt Bardh, tani bën 1 orë. Tani bën 1 orë. 1 orë, nësa me qenë asfaltuar? Sa në asfalt mund të bëjë 15 minuta. 15, ashtu, ja. Ja, kjo është tani, dhe bile sa është e mirë kjo. Kjo rrugë me bazament, rrugë bazament, po, është hala e mirë se. Po, shkam, po. Ja, kjo është rruga. Duhet investim. Shteti zvetor. Dhe është shpia ime ajo sipër. Ajo e sipër ku? Me soletë, po, to pusheve mi. Që sa bukur është kjo. Kam investuar. Pra, edhe kulla që ka bën, ajo kulla e të. Pak në majt. Mërgulli, Kulla. Vend më të bukur, po, vend më të bukur. Çfarë pamja këtu më? Çfarë mërgulli është tu? Edhe shoh që duan t'i riaktivizojnë shtëpia tu. Ja. Ne kalon rruga. Tani ne kemi ndru makinën dhe me kujtimin do i. Ja, po vazhdojmë në vend rrugës. S'ka nevojë për shumë komente, ja. Tu do të thënë të shkonë në Bring, mirë. Normal tani dhe ai që shkon me pushime atje mund të rrihet 15 ditë, i bën shumë mirë, ujë, po më thon një rrugë me ta prunë më të hundës. Po shohim tu tani, ja. Kjo është mundim shumë i madh, ja, si. Vetëm rrugë nuk mund të quhet. Çdo emër mund t'i dhesh, vetëm rrugë nuk quhet dot. Më i madh po. Mos me këto burtë e mëdhej të shkatrojnë traktorin. Jo makinën, traktorin e shkatrojnë. Shifi. Si t'vish pasaj Krejt Bardh. Marrëkeqje po i sjell këto pamje sepse rrezik ata që e kanë mend me ardhë do të stepen. Andaj një ndërhyrje qoftë edhe nga ana e bashkisë, sidomos në sezone. Nuk është në histori e vështirë kjo punë për ta mirëmbajtur rrugën, sa do pak. Të me shtru sigur e ka shtru dori atë o kujtim. Në s'keqa do më mirë, të shtekon e më mirë, po. Në kësho këto shtyllat shumë elektrikët. Edhe do pyes atje, uroj të ketë drita, është gjë e madhe, sepse ku kam qenë unë me Marin Memën atje, që i mboj dokumentar të zgjeruar, e
kemi mbyllë dokumentarin duke u thikë qërinë të funit rreth orës 1:30, 2 të natës. Kështu që do të pyes atje që ka rëndësi kjo krijimi i infrastrukturës për një zonë turistike është shumë i rëndësishëm. Edhe unë mendoj që pas katuni tjetër është poli i dytë i rëndësishëm turistik për Mirditën. Dhe jo vetëm për Mirditën, sepse Kryebardh ka të qyrë, nuk ka të bëjë thjesht me Mirditën. Unë do shoh atje se nga kanë ardhur. Po kur kam qenë herë tjetër, kam parë nga të gjitha krajinat e Shqipërisë dhe kam parë të ardhur nga jashtë, nga Franca, sidomos francezë. Pra ata që e njohin, austriak që e njohin mirë, sepse ai është studiuar si krye tuën 120 e sa vite më parë. Pra nuk është një krye do si do. Ai më sheh fakti që duhet konsideruar fort ky pol turistik i Mirditës. Por jo me këtë lloj rrugë. Ky është veni i Zotit. Po tjetë rruga e mia. Në qenë rruga këtu nuk e ku me një qatë, nuk e korrekte. Pra, po pikrisht. Po, ja, po. Është duke i dhënë kujtimi. A kujtim? Atje janë shkon prit, ha? Kjo se rrugë, kjo Kurth. Çfarë është kjo? Kurth. Kurth? Po, çfarë do thotë? Ha? Kjo për Menges, më të thonë. Kjo është për Menges. Pas ekziston. Ja. Është për makina, as për kurrë. Është gjëna domethënë, se i panorama të tillë kështu. Nuk futet as për stradë ato, kot. Edhe për stradë. Absolutisht. Na dha Luani u futëm, po unë çdo i shoh. Po kjo të paktën kujtim në disa segmente mund të ndërhyet edhe çdo fillim sezoni, ha? Pa kosto të mëdha, janë gjithë ato mjete që ka bashkia, i foti ditë. Sa të bëhet e kalueshme, janë 2 pika janë pa kalueshme. Fara, s'kam jori s'ka. Si jam lënë të fotosh këta. Se kuptoj fare se si mund lihet një rrugë kalojnë gjithë ato makina, gjithë ato njerëz. Është vështirë po. Përkundja që na bën rruga nuk na leja as me shiu, unë si panoramë. Rrugë e mirë edhe e shion panoramë. Tani ja ku kemi ardhur prej atje. Pamja është fantastike se shoh Como, ja ta afroj pak Como. Shadin Como. Prej atje që erdhëm ne dhe i ram nga ana tjetër. Ndërkohë që shihet vargmali i shenjtit atje sipër, pra në fushlugjët më tutje, edhe vjen me pjesën e vargmalive këtej nga Didhja, Kunora, pra Kunora më para Didhja. Është një pamje fantastike. Pa afrohemi këtu afër Kryebardhut, në fillimi këtu në krye. Ka një krye të dytë në Shqipëri me këto cilësi dhe veti jashtëzakonshme që ka ky krye. Ja, dritat pas nartë janë dhe i shoh. Ta shkojmë për çfarë shkruaj këtu.
mos hidhin e të vinë, runi pasur një ti që mos e bëni pyet, ndalohet gjutia. Do t'i shoh gjitha këto. Edhe vjen tuke Nikola na prezantohet Spari Nikola. Kam qenë para disa kohë ashtu të ambjeni që ka bën Nikola Leshi. Edhe shoh shumë njerëz që vijnë këtu e do t'ju pyes edhe për kushtet po edhe për rrugën. Herë për rrugën. Unë jam lodh sot, rruga më ka lodh merr. Do vishin 2 herë në vit, po t'ishte rruga e mirë. Do vishin 2 herë në vit. Tani ti vjen nga Lezhë, a? Ashtu, sa ta herë është që ke ardhur? Ishte 3 herë. E 3 herë. Qa ndikimi ka dhënë uji këtu, tek ti? Për mua, personalisht dhe për familjen time, se cili ka ta ankesën e veta. Po. S'është të thonë që është për organet e mendshme. Po, e qartë, për vetit që ka kryta, sidomos. Po do se kjo është necësisë. Për veshka është njësh. Është njësh për veshka, po. E dyta për sistemin e tretjes, ba një pastrim përgjithshëm. Ja. Do ti bësh me mjekësi. Është mirë për alergjit, na kena provu me nipin, me djalin e djalit. Cilet alergji? Alergji nga bimte të ndryshme që jep edhe lagën në lëkurë, kjo e shëron. Qa thu? Për zotë e kena provu, por 13 vjetëve në me djalin e djalit. Kam bën një rrugë, se ka shumë si ke që thu që merresh me mjekësi ti. Kam bën një rrugë, merr shenin Lezhë me një. Ajo dishin fugon. Nga alergjit, kishte një alergji mundhimës, apo ishte duke shkuar në spital për një alergji. Domethënë, alergji të tilla këtu hiqen. I eviton. E ky nipi tjetër që e kam aty 4 vjeç e gjys, është viti 3 që vjen, se e kena pas me alergji, e kena mjeku Gjithandej Tiranët e Hygeja gjithkund dhe kemi gjithë zgjidhje. Këtu kemi gjithë zgjidhje. Tu kemi gjithë zgjidhje. Bravo, sinqerisht. Edhe Po rruga. Po, te rruga se Nuk e refuzon unë kam marrë sot për të fol, po normal është gjë e mirë kur unë ta kry ata që janë duke ne këtu, që mos se thonë njerëz vetë ato rraje gjergji, apo do të e zmadon. Është medis. Fatikisht. Okej. Edhe Mund të merresh për sa kur shoh njerëzit, po patjetër se zgjidhja pa fol nuk vjen. Por domethënë siç e the Dava kishim eksakt. Siç e the Dava ti do kisha ardhur edhe 2 herë dhe 3 herë. Po. Se njeriu kur ka nevojë dën zgjidhje. Unë sa fus fel me ilaçe, vi aty te uji. Vjetë. Po. Okej. Atëherë apeli edhe një herë, pra për të që na thot Dava, është për rruga. Rruga është zgjidhja kryesore. Se tjerat këtu kushtet janë. Okej? Edhe për ushqimet kush dën han atje, ai tjetri përgatit këtu snalë e ri. Frigorifera e këto i kemi, dushi është. Nuk duam gjëra tjera se ato me 5 yje shkojmë në Antalya. Po, e çfarë tjetër po për këtë që kërkojmë. Shikoj, unë falenderoj shumë në kohë që do t'i shoh pak t'ja u them pak edhe ambientet që janë. Dava një gjë ka se unë shoh se këtu keni mundësi me marr kështu çajra, Po, i kena mlell. Po, me çaj, aty mi fleçin. Po, aty i ashtu përdorim. te kutia, po dhe Pra është edhe kjo mundësi, Futemi pak kujtim, futa pak shkojmë pak ambientet që t'ju themi se okay, tani kushtet male janë normal, por ama janë kushtet mira për të jetuar. ne nuk e refuzojmë. Scusa, posta, ma si hish po. Te nësë të bëjnë se sa u djali. Scusa, non sai. Pra futem në një dhomë, domethënë ku ka mundësi është një qift që mund të jetojë edhe një tek këtu. Pra një familje me 3 vet vjen në mënyrë shumë komode. Ka një raft, ka frigoriferin këtu. Siç ja u thash edhe një herë, po kujtim ke vezë, kujtim se vjen vezë fshalli kujtim, ha? Oh, i çekënzi këto. I ka çekënzi tani. Kur kam marrë herë tjetër, nuk kam gjetë drita. Dhe ishi shumë problem se Nikola kishte vënë atje një tip, kishte improvisuar një atë mini hez të vogël për punë 20-30 lambash, po sot ja vash. Energji elektrike. Pra sa rëndësi ka. Është tualeti këtu që mund bëhet edhe dushe një herë. Unë besoj që është një shtëpi komode për në mal. Ky ka 25 vjet që vjen këtu. 25 vjet që ardhen kushtet më të kushta. Çadër. 2 vjet kam në Kazan Fleshi, edhe viti i tretë ato ashtu, e 22 kam në Çadër. Çadër kam bën sakrificë, i thjesht do të thonë këtyne. Kam marrë soba, kam ndoshta drum atje, ndoshta në çaj, nishim në pak çaj sa më kalu. Por, domethënë 15 deri 20 ditë.
Është kura ma mirë. Du të rish. Dhe jo mu po kam po shumë kanë që kanë ardhur, kanë gjetë qëri. Ka ardhur 4 vlezën nga bazja Borrelit, nga Kreta e Greqisë, i kishte rekomenduar mjeku, thotë, hajde ke këj po, shkoni në filan vend, mos shkoni në fshat, po shkoni atje. Ka ardhur, i kalu Nofla, kishte punu në Sera, i kalu Nofla këtë një, 7 ditë vetëm kalote me i vajzë janë 12 vjeçë, unë isha fshatë, shifë të rapo, ishte mundësi më thënë. Mas 7 ditë, na fojë filloj tu dritu goja, edhe filloj fojë. Na thamë një mirë, 2 metra buë. Gjina, fa, ka një 15 ditë, mas 15 ditë, hesim kon vetë, foli për unë për vetë. Pa, di qam të regon të jasë, këmë thot, një farë mënyre të mrekulli që bënë të kisha shtandoj. Që ta një kishë shtandoj të ashtë këmë veni këtu do. Unë ju këmë thonë, që ose keni përshku kemi egu, mos shkoni kemi egu. Hezi lini 10.000 lekë shakto, ti morë kush doje. Shiko, tani 25 vjetë. Mjeku maj mirë që kjo është. Absolut, po 25 vjetë ti kërëm të këtë rrugë. Rrugë asi herë të që rrugë. Skandalosë. Asi herë su rrugullu dhe s'ma mërmeja se do të marri masa kush. Ishala kjo firma se ka mund të rrugulli për vetë. Jo, unë kam marrë për të punë për të bërë apel një e para, dhe për të folë fort, e dyta, edhe pse jo, përmes jush për të bu para përgjithësisë ata që e kanë detyrë për ta bërë. Nuk e di kush ka, unë për veti, çet të më takoje. Jo s'takon si gjatë, takon. Jo më jo, çet të më takoje, si pjesëtari kësaj se kam bërë 75 vjet punë e jap të drejtë tim. Jam gati vetëm thot shumën e kam gati me rrullu, vetëm vin njerëzit të pushin, e të kenë jetë, e të çelin jetë se të gjithë vin. Unë i thash, këtu si në spital, ne janë si motra vëllezër. Tu vjen lënë gjanë që aty s'ta prek kush asnjë. Nuk prek kush gjanë këtu, nuk unë për veti po të thamë. Unë kam ardhur dash me ditë 3 vjet kam në Amerikë. Po 3 vjet në Amerikë si kam ne, unë kam dëgjuar vetë se nuk jam në rregull. Erdha këtu, erdha këtu. Ne ta thonë. 25 vjet kam ne këtu, 3 vjet në Amerikë, erdha si një. Nuk e lej këtë vend asnjë. Për sa të jem gjallë unë, e në jau kërroku më gjithë kuj, e në si më thonë, ato bërë reklam, ti bërë reklam, mos i më di bërë reklam, për i kam po vetë me studemish. Një gru ishte marrë këlleshen për sen, ishte prej, si fësa dhe ishte i thonë tu, si për qafë mërkur, të sejtë, se dhe një, prej kajnë, jem marrë sa këlleshen, u paralizova, dhe se poshtë, slash doktor pa kërku, foti burri me 3 vajza ta tu, pasëm pas doktorin tu, sot të kam bosh, shpinë 3 kashë në prosekta, kam vajzat në shkollë, tha ja di për ne, tha shti, tha, edhe fëmijët nisi morën më fotën këtë rrugë. Falenderoj shumë për gjithë informacionin që Shumë faleminderit, unë nuk erdha për intervistë, po besim më dha rasti, e thash 2 fjalë, shiko, edhe ja rekomandoj kushdo që të jetë. Urojmë që herë tjetër me ardhë me rrugë të rregulluar. Pa jo rruga, shiko, kishim problem dritat, shoqyr drita derë. Drita derë. Drita dhe uji është, drita, rruga është, ç'ta e du. Hajde, shumë faleminderit. Tani njerëzit gatojnë vetë atje dhe bëjnë ushqimin vetë. Shumë janë që bëjnë vetë, por kanë edhe mundësi për të ardhur për të marrë ushqimin dhe këtu. Dhe këtu është si thosh ajo kuzhina, kafja, ku diun. A ndjen që je duke u pastruar nga veshkët? Tani në këtë moment nga gurt. Unë nga gurt pastrohen thash, po janë prodhuese. Prodhuese, atë je detyruar me ardh çdo vit. Çdo vit vi. Pra kur vjen, po. Do me thënë, fillojnë dhemtat. Fillojnë dhemtat. Pra, ne kur vjen në qershor, ti vjen e ngarkuar në veshka me gur, plot. Sa ditë rri këtu? Një muaj kam nej. Një muaj. Si mjet nuk pata mundësi se jam fullakat se kam marrë me plakun që të vjetë. Kja me plakun, e? E si mjet 20 ditë, po mas 20 ditë më bëjnë efekt. Po, atëherë ti, kur ti ke shtu mas 20 e sa ditësh, shkon me veshkat e pastra, e? Po. Këtë gjë ke bon 23 vjetë. Po, për zotin. Do me thënë, këtu është si një lutje ke kisha shtandojt. Apo? Ashtu. Spital, natyror? Shko, këtë thejka prapa më thonë, vishe e dhe thejkin këtë se prap gurë. Prap të bahan. E në erda konke në ardi. Okej. Gjyshe që ka e modhe, gjyshe. Që ke gjyshe moderne ti. Faleminderit shumë. Shiko, tu tani prej gjithi ambientit që është shumë, jam prej njerëz të këj sipër me radhë, kam para ka këtu. Pra bëhet një lloj jete komunitare
pra krijohet një lloj komuniteti këtu. Po do të shkojmë pak drejt te uji. Edhe jemi përmes kësaj rrugës kështu. Duhet pak në këtu nuk çeka keq. Do të shohim pak a shumë se sa njerëz janë. Domethënë po ti mbledhesh për 3 muaj, sipas këtij, për shembull, janë shkruar 4000-5000 veta. Jam i bindur 100% që do ishte edhe shumë më tepër nëse do të ishte rruga. Nëse do ishte rruga, do të dyfishoj, jam i bindur 1000%, sepse do të ishte thjesht një turizëm kurativ, si mund ta quajmë këtu, në zemër të vendit ku jemi ke kryer park, por do të ishte i qëndrueshëm, domethënë do të ishin edhe muaj të tjerë, Se po të marrësh të mbledhësh eksperienca dhe dikush do të ishte mrekulli nëse do i mlidhte këto edhe ti shënonte dhe mund të ishte një libër i tërë mjekësor për se sa smundje dhe sa njerëz janë shëruar gjatë ardhjes këtu. Atëherë kjo duke pru këtë shifër banorësh, se banorë janë këta, që vinë nga ana anës, normal që meritojnë një rrugë, se kjo është pjesa e fizibilitetit social. Kur bëhet një rrugë, studiohet fizibiliteti social, do me thënë sa popullsi ka. Atëherë të gjitha kushtet, të gjitha konditet, kriteret e tjerë, përveç ndikimit në shëndetin e njerëzve dhe eksplorimit natyrës me radhë, por edhe sa i përket numrit popullsisë, ky vend këtu meriton infrastrukturë të mirë. Ndërkohë ja të sjell ca pamje këtu. Pylli ka një lloj rigjenerimi, pa ajo që nuk më pëlqen është kjo pamja këtu, domethënë që ai pyll që ka qenë i mbushur me pishra. Se po të marrim këtu sipër prap ka rigjenerim. Njerëzit kalojnë dhe më tan, domethënë kur në darkë sidomos. Se përveç ujit është fuqia e asaj ndikimit në shëndet, është edhe natyra. Por dhe nga ana urbane, mendoj që duhet vepruar. Shkojmë të shohim tani çfarë kemi atje dhe pastaj tek uji. Këtu janë strukturat qëndrueshme, struktura alpine. Do të shoh, nuk e di nëse këtu ka pushues. Po gjithsesi që çeken të bukura këta, si struktura. Shkoj shoh pak mrena dhe të shoh ke i balkonit. Çeken moderne këto. Përmes edhe këtyre ndërtimeve, pra atje janë ato strukturat akomoduese që janë në punim e sipër, ndërkohë që këtu pjesa poshtë ka njerëz. Uja? Uja merr me veti kë? Ka marrë me pi gjatë rrugës. Se efekti hum. E hum, ha, Për bravo. 10 minuta. A di pse u bën një përpjekje një herë, një nga mërkuthi, më duket. Edhe do të më bëjnë paprikë uji me kryte e bardhë, por shkoj këta ujë e mërkullit, Po nuk bëjnë. Nuk bëjnë, se shpërbahet elementi. Jo nuk lejojnë, nuk lejojnë me bën komerc. A e kupton? Jo Edhe ai nuk bani. profitim. Në përfitim, se në moment që shkojnë mërkur, tha ai kishte rarë odonin. Kishte shkuar në zero. Shiko tani, ti se folim atje sipër. Më vjen pak problemin e integritës. Me qenë se këtu, ky biznes fillon që me 20 maj, e deri nga data 20 shtator, këtu ka mosha të ndryshme, me smundje të ndryshme, këtu nuk ka shërbim shëndetësor, i cili është i domosdoshëm, sepse rruga është shumë e vështirë për ta çuar deri në Rashen. Këtu ka pas raste me melen stomak, që kam qenë vetëm këtu, ç'a mund t'i bash aty, sa i ka nevojë për kirurg, do e shosh atje atëherë, po nuk u bë rruga,
nuk zgjidhet ky problem. Po që është ky Problemi po. i parë dhe problemi i dytë duhet të jetë shërbim shëndetësor siç është sezonal nëpër plazhe. Po ndihmet e shpejta, Po, ndihmet e shpejta. një Për dire që mini ambulancë. unë rash një shifër minimaliste, deri tani janë 8.000 deri në 10.000 banor. Po, Pra pushues që vinë gjatë periudhës. qarkulluj. Dhe këto 10.000 banorë nuk kanë shërbim Po, shëndetësor. Po, këtë midita ka 13.500 po, me fiks. census. Atëherë me 10.000 janë gati. llogariteti me fik shërbimin shëndetësor ton Po. mirëditë, ç'a do të nulte? Mhm. Edhe këtu, sepse këtu ki Tirana, Durrësi, nga gjithë rrethet e Shqipërisë. Si infermierët puna re që më the diçka që kam këtë ilaçe këtu. Po, I kemur me i vete. kam marrë me vete. Kështu që lum ata që Mirë, janë tani. edhe vetes, edhe Edhe tjerë që tjerë, kam okay, për okay. ofër. Pra unë do t'i bëj Po një nuk sugjerim. është zgjidhja me çantë. Absolutisht, i bëj një sugjerim dhe shërbimit parësor, mirëditë drejtorit të spitalit Gjovalinit Nikotim Gjovin Bushi, ki një parasysh të verë, normal, mund të flitet edhe me një nga ato që kanë to ambjentet, që tjetë të kthehet një qendër shëndetësore, ambulante, po së pagu me atë Emergjencë. furnizimin bazik të emergjencës. Mirë, Edhe falënderit. diçka Po, ma tjetër, thuaj. kjo rruga është shumë e vështirë, ju po e shikoni Kjo vetë. këtu, Po kur të ngjiteni, sikur pak me dorë me e bën, me va. se nuk tham unë me shtru këtu asfalt, se pastaj nuk i përballojnë Po, e qatë njerëzit, fluksit. fluksit. Se edhe kjo qëndron. Okej, për mirë, dal nga dal kjo po bëhet qendër urbane, kjo është pika, Ajo, është pjesa tjetër për cilën unë do të flas Ajo, vetë, po, ajo sepse është nuk ka një kryesorja. projekt urban që absolutisht është një mohabet që pak më i thellë. Kryesorja është ajo rruga atje. Rruga Matan, Po, jetë flasim nëse për do rrugën një Matan. orë ndihmë atyre njerëzve që kanë nevojë. Falënderit, pas bë mirë ujë. Mirupafshim. Faleminderit. Faleminderit. Kjo është rruga që të çojte që të çon tek Kroj. Do të shoh pak to strukturat tu. Ka shumë nevojë një lloj planifikimi urban në kësaj zone. Është rruga. Edhe këtu për shumë pas në vënë ca këtu mbrojtëse. Po, janë të rritë, po është mirë me i vënë. Se kështu ka lezet, edhe pranej duhet rruj bimësia këtu, nuk duhet pret as i gjonë. Nga ky kandi këtu, tani duhet mbrojt territori në çdo hap. Nuk mund t'i lidh spontanitetit më tej. Do pyes pak edhe çfarë bëhet me ujët e zeza. A ka një sistem filtrimi, grumullimi me radhë apo lëshohen në prut? Kjo më kujton kohën e qadrave. Tani pa afrohemi te uji këtu. Unë kam rast sot me pi ujë. Këto është ujë ku grumullohet njerëz, nuk e di se sa bën, na bën shumë mënyra se si do më marrin rregullin radhën me radhë sepse bën shumë gjë. Si e? Mos luj, mos luj. Kjo që vjen për veshkat. Ulën atë. Okej, ky është për i bazë. Ka ujë bollshëm, po është ujë që rrut njëtin fuzion, prurje, njëtin prurje që vjen atyra që folim gjithë kohën dhe ka kohë që flasin për krojnë e mrekullive shqiptare. Ato është një nga krojnët më interesant që ka Shqipëria e Veriut dhe gjithë Shqipëria. Një nga zbulimit që në kohën e austriakëve, madje inxhinier austriak që po punonin për hartën gjeologjike para një shekulli e sa, në gjithë të zonë, për Bakërmbaljen, që shquhet zona Kotneshën me radhë, kanë ditarët e tyre çmimit të asaj kohe, madje kanë sjellë dhe fëmijët që në atë kohë e kanë zbuluar tek cilësitë e këtij fizike, biologjike sidomos, dhe kanë zbuluar pra një shekull e sa, pra që kanë zbuluar se ky ka aftësitë e shërimit të shumë sëmundjeve, sidomos të sëmundjeve të brendshme.
Ashtu. Tani unë kam gjysën tu, edhe ti nga vjen ti? Do lësh një të bia. Pa jemi bashkë, se me te Nuk ka vetëm sot, po ka bashkësisht me datë një, Kur jam me gjibur, dhe në të të Te këto këtu? A jemi të nashë? shumë të nakë, Aha. shumë të nakë. Sa da herë është që ke hapë këtu? Për mua hera parë, po tjetë kishte si ditë se ka 20 vjetë si Po ditë. pra, kjo ka Po kjo po. gati 20 vjet, apo, më sa e mu, 20 vjet kjo. 22 vjet kam hush vjet. 22 vjet që Jo ka më ardhur. hera parë si këmë jashtë, Ja. në shumë të nakë. Shumë sa ditë ke bon këtu? Qish në një këmë jashtë, e Qysh në gjashta ditë. Është 6 ditë dhe ka një ndryshim nga atë që ti Ka, mendon se ka në shumë, ka. e shes këtu Dhe mos e ndryshe, ka romatizmi ka. se ti vu nga reumatizmi? Në vendin kam shumë, po jam shumë manë. Çfarë bëni? Lan kamerën atë? Si fosin kam të nuj, edhe i ndërkës një me dhe roma, Po. një të, Po, të më thot, po. po kam në shumë shumë. Interesant, unë kam Edhe po. për veshkat Po, po, për veshkat, po, për Veshka, tretjen, stamake, për stamake gjitha, dhe për gjitha. Heroide, veshti, Tiroidet që thot, po, kjo është jashtëzakonshme. Edhe kam vurë që ata që janë me dhimbje, madje edhe me migren, unë i kam disa herë që kam qenë tu i kam pa duke la kokën. Kam borri. Ha? 6 herë në ditë dhe me lënë kokën. 6 herë në ditë? 7 herë, 7 herë. 6 herë, Gjithë ditën. Gjithë ditën Gjithë vini, ditën bani dhe vini, rrugën, po, edhe në po, lëvizje, po, ta në filloj lëvizje, lëvizje, po, filloj lëvizje. po, po. Mërgulli, atëherë ku pi dhon ujë herë këtu. Ujta shumë fëmijë. Ah. Edhe i herë ku pi ujë. Do të bëni emision me Marin Memën para ca viteve. Edhe ajo që e ban magjikte, po të marrim për ata që kanë studiuar, Nikol Pali ka bërë një nga studimet më të mira, inxhinier kimist i njohur, i cili është marrë dhe me studimin dhe me analizat e prodhimit të ajit shqiptar, që bëshin transferta në Bankën Kombëtare, po dhe në Zvicër. Metodha është njohur si më i mirë i vetive të këtij uji dhe ka një libër Dora Cak. Edhe ai merret me elementin e rodonit. Unë nuk di ta them thellësisht domethënë, por koeficienti që ka se rodoni mund të jetë edhe brenda një koeficienti të caktuar, mund të jetë poshtë ose mund të jetë lart. Në momentin që është lart s'ka vetim më, në momentin që është poshtë s'ka vetim. Pra janë trojnat të veçantë që elementin e rodonit e kanë në një koeficient të caktuar. Pra ato që janë me ndikim në shëndetin e njerëzve pikërisht kanë një koeficient të balancuar në vetvete dhe kjo është që i jep magjin, pra, në pikpamjen shkencor është që i jep magjin këtij uji. Por gjëja që e përmenda pak dhe aty, ky uji është për këtu. Kanë bërë tentativa para disa vitesh për ta futur për fabrika. Sepse ne kemi një tendencë kudo që të hasim një gjë të mirë, duam ta bëjmë fabrika, të kryejmë fabrikat tona, ta kthejmë çdo gjë komerciale. Po Zoti vetë e ka bërë këtu për të shërbyer njerëzve tonë në natyrë. Dhe nuk e ka bërë për të shërbyer 2-3 njerëzve, as për të shërbyer një fabrike, as për të shërbyer një tregtie. E ka bërë për të shërbyer shëndetit të njerëzve. Shisoj, kur e kanë bërë këtë provë, ka rezistuar deri në mërkur. Në mërkur s'ka pas asnjë lloj veti uji i bardhur për këtu. Pra që ishte ideja për ta bërë fabrika atje. Edhe imagjinoj të ishte krye i bardhë, pra uji krye i bardhë, i shpërndar në të gjithë tregun shqiptar, edhe europian, madje kush nuk do ta merrte. Ama njerëzit nuk do vinin më këtu. Kështu që duke qenë se vinë konsumojnë ujin këtu, është në habitatin e vet. Gjithë kjo natyra, se mas e po ta morë këtë ujin edhe me tuba, ta çosh diku në një vend tjetër, ai habitat nuk i përshtatet po, edhe vetë koeficienti i rodonit fillon e ndryshon. Kjo pra thashë është dhe fuqia dhe Zoti u ka bën njerëzve, ju ka bën si shpërblim për të shëruar. Ama tani ne njerëzit, do të themi bëjnë një apel bashkisë, mu këtu dhe të i bardhë, edhe Ministrisë së Linjës, Autoritetit Rrugor, Fondit të Zhvillimit Shqiptar, që të vënë dorë të bëhet një projekt serioz dhe të vihet dorë në rrugë. Në rrugë. Po bëhet rruga e Lurës, pra rruga e Lurës deri në fund shtatorit do të jetë asfaltuar dhe kjo krijon komoditet për të ardhur deri aty. Ama nga aty dhe për të ardhur deri këtu është një sforcim, është një stërmundim i jashtëzakonshëm sa shpesh herë dhe veten në dilemë të vit mos vim. Mirë po njerëz, unë por edhe më gjyshën nga turbini, 20 e sa vite vjen për të shërbyer shëndetit. Atëherë është detyrë absolutisht e këtyre institucioneve që të merren me rrugën. Dhe unë kastën kam marrë sot, që të bëhet pas rrugës së Lurës, të bëhet menjëherë rruga e Kryejt Bardh, rruga e Kryejt Mredullive. Këtu nga Kryejt Bardh, gjithmonë.